Të nderuar vëllezër e motra, të ardhur këtu nga të gjitha trojat shqiptare në këtë turbim madhështor rëndje dhe krenarie. Kemi ardhur këtu që bashkërisht të ndojmë rëndjen e madhe për humbjen e dy djemve tonë, por edhe krenarin që ndjenë në këtë moment që i patëm. Kemi ardhur këtu që të përcjellëm dy martirë të Kosovës, dy trima të këtij populli heroik e paqëdashës, krenar e të paepër, dhe vetmohimi i tyre do të na prind kudo që jemi në rrugën tonë të drejtë fitores së plotë dhe përfundimtare. O martirë, ju që edhe jetën e vrat për këtë popull, ju që nuk kursyet asgjë për këtë popull dhe për idealet e tij, ju nuk do të vdesni kurrë. Sot do të ndohemi nga ju vetëm fizikisht, por me shpirt e me mendje kurrë. Do të mbeteni për herë të gjallë me shpirtin e popullit, yj të pashuar, dritë udhëheqëse për këtë popull të paepër, që kur su pajtuar me padrejtinë e përbuzën që ja bën të tjerë gjatë historisë, e as u nështruar